e di. Brezi im ka pasur fatin që ishte shpërthimi i shumë televizioneve atëherë, dhe unë pata fatin që të bëja autoshkollën po themi, te TVK-a që s'është më tash. Autoshkollën thonë atëherë gjithmonë kanë bërë ke TVK-a. Kuptoj, po. Domethënë ishte fati që kishte shumë televizione dhe kishe ku të kanalizohesh. Ku të shkoje. Kurse tani është e vështirë. Edhe televizionet janë stacionuar, janë pozicionuar në të vetat edhe s'lëvizin. Edhe profesionalizmi është rritur, por po e them edhe një herë, meritokracia këtu ke ne mungon. Nuk i jepet askujt ajo që i takon dhe që meriton. Ajo është një gjë që siç po ecën, besoj do zjas shumë kohë kështu me mesazh në fund. Është faji i ne të gjithëve, nuk mund të vesh gishtin askujt. Është faji i gjithë komunitetit. Po të bëhet komuniteti bashkë dhe të thonë, shiko se ne jemi dhe duam të arrijmë këtu, po komuniteti është secili në sapt vet. Secili timonin e vet. Di, është një gjë. Dhe kjo është edhe të qash edhe të qeshësh. Të qash me ato që mundot, të qeshësh me ato që po bëjmë ne. Fiks janë të dy anët e medaljes.